ka dhe këto janë, ka dhe të tjera. Këto janë njëherë. Këtu votohet, po të morësh qendrën e votimit, del Sara Mile. Sepse aty ku hanxharët e krimit kanë kërcënuar njerëzit, i kanë detyruar të mbyllin syt. Hetim nuk ka, se këtu do të jemi realist. Pas kreut të organizatës kriminale Edi Rama, që është përgjegjësi numër 1 për këtë farsë zgjedhore me të gjithë kompleksitetin e saj, autori saj është Altin Troplini, i cili amnistoi dosjet 184 dhe 338, duke u thënë shqiptarëve se krimi elektoral nuk ndëshkohet dhe se Edi Rama ka licencë për të vazhduar krime monstruoze të tjera. Pra, kjo është, janë dy këta, balozët më të zi të krimit elektoral, janë njëri është Edi Rama, i dyti është Altin Troplini.